Në Qendrën për Kulturë në Kërçov u promovua libri Aristidh Kola dhe Shtypi Shqiptar me autor Arben Llalla. Libri kushtohet jetës, veprës dhe kontributit të Arvanitas si të njohur Aristidh Kola, një prej figurave më të rëndësishme në studimet për arbërinë dhe identitetin Arvanitas dhe ruajtjen e indit shqiptar. Në panelin promovues morën fjalën profesor Nebi Dervishi dhe profesor Qamil Aliu, të cilët vlerësuan rëndësinë e librit, qasjen studimore të autorit dhe rolin që Aristidh Kola ka pasur në mbrojtjen e çështjes shqiptare në Greqi dhe më gjerë. Në Athinë deri në vitin 1985, më pas ju përkushtua tërësisht studimeve dhe gjallërimit të veprimtarisë kulturore shkencore e botuese për Arvanitet. Në vitin 1985, u zgjodh kryetar i lidhjes së Arvanitasve Aristidh Kola. Krijoi Qendrën e Studimeve Pellazgjike dhe Qendrën e Kërkimeve Arvanitase, si dhe shtëpinë e vet botuese që e titulloi ose emëroi Themerisë, që në gjuhën shqipe pra thuhet tha mirë. Së pari botoi revistën kulturore Vesa në vitin 1983 dhe më pas Arvanon, revistën tjetër në vitin 1998. Autori edhe prej më herët kishte njohuri për punën e shkëlqyer të këtij patrioti të madh dhe kishte të njohur në brendi edhe veprën mbi Arvanitët. E treta, vetë takimi kokë në kokë me Aristidhin për Arbenit i zgjoi një shkëmbim për ndritje të dashurisë për këtë njeri tepër modest, por të thellë në gjurmimet shkencore, në avletarizëm, në të jetuarit me ndjesinë e altruizmit, në mbrojtjen e së vërtetës që kishte të bëjë me Arvanitët në shtetin grek, me fillin e rrënjeve të tekstuara në substratet e lashtësive, me atë se edhe vetë raca greke është një përzierje jo e vogël e gjenomit Arvanit e kështu me radhë. Për Arben Llallën, Aristidhi u bë një rrezatues shpirtëror që ktjellet i nxirrte në shesh të fshehta të vërtetat e kristalta, qëllimshëm të mbuluara të keq interpretuara nga pseudo-historianë, albanofobët, qofshin ata grek as serb. Autori i librit Arben Llalla ndau me publikun edhe kujtimet personale nga takimet dhe bashkëpunimet e tij me Aristidh Kolën, duke sjellë momente dhe përjetime të veçanta nga jeta e studiuesit të njohur. Me Aristidh Kolën jam njohur në fillim me librat e tij dhe intervistat që ka dhënë në Shtypi Shqiptar. Unë si një gazetar i thjesht në atë kohë që lexoja këto. Me shkruarjen time në Greqinë vitit 94, kërkoja që ku i kishte adresat, pasi unë jetoja në Selanik, ai ishte në Athinë, rreth 500 kilometra larg. Numrin e tij më dha miku im i familjes, poet i shquar i ndjer Drejtora Golli. Pra, nëse shikojmë lidhet gjithë fijet e atyre njerëzve intelektual që kanë dhënë shumë për çështje kombëtare. Pra ka qenë Drejtora Golli aty në 97 dhe në 98, vura kontaktet e para me të, ishte një njeri i ëmbël, zëbull, ashtu siç duhet jetë intelektuali apo një studios i mirëfill. Dhe u takuam gjithë ato herë në Athinë, shkoja takohesha me ta. Në vitin 2000 në maj ai bëri promovimin e tij të librit fundit Antonio Bebelushi, kur për fat keq ne u takuam në sallonin e një spitali, ku ai ishte i smurë me një smundje të rëndë të keqe, dhe gjithë ai spitale, apo gjithë ajo Athina, apo gjithë ato spitale në Greqi, nuk u gjetën një dhomë për këtë Arvanitës të intelektual që të shërohesh atje. U takuam atje si përfundim, ai e dinte që nuk e kishte gjatë gjë, dhe erdhi një muaj para se të ndronte jetë në Selanik, atje ku jetoi unë, kemi ndëjtur, erdhi bashkë me bashortën e tij, Nasi Kola, dhe ndetëm bashkë 10 ditë në Karkiviti, me pushime plazhi me sebeb, dhe më kishe zgjedhur që të më besonte një arkiv të tërë që bëshe fjalë libra, revista, që të gjitha ato 100 vjeçare, 150 vjeçare që shkruanin për shqiptarët e Greqisë. Pra, ne kur themi Arvanitës duhet kuptojmë shqiptarët e Greqisë. Të pranishmit ndoqën edhe dokumentarin Rrënjët e mia janë tek arbëria, të autorit vlonjat Lirio Nushi, kushtuar Arvanitasit të madh Aristidh Kola.